mund të vendosë me sigurimin ndalimi për dalje jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Megjithatë, dy ishin momente të kyçe, ishte seanca mbledhja në kushtetuese dhe mbledhja e Këshillit të Mandateve, që me sa duket kjo e fundit po priste të parën, apo jo. Por tani në bazë të deklaratave, totalisht kundërshtim me ligjin. Por në bazë të deklaratave të Ramës nuk është se ka mungut tani për këtë. Pra, ajo mbledhje e Këshillit të Mandateve që priste mbledhjen apo vendimin e kushtetueses, Rama tashmë bën këtë lëvizje. Ju mendoni që do të ketë? Unë mendoj që do të ketë së shpejti sa do ketë ngut. Pse? Ma shpjego pak lutem. Sepse ajo është goditja e parë politike që Edi Rama i bën integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ju keni parë që vepritaria kryesore dhe mbështetja më e madhe e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës është spaku, gjëgoja dhe mbështetja organeve të reja drejtësisë. Sot Edi Rama i ka dalë haptazi kundër këtyre organeve të reja drejtësisë. Nuk po zbaton vendimet e tyre, nuk po zbaton kërkesat e tyre. Sot doli ju çor maska përfundimtare, ajo që thoshte që unë jam mbështetësi më i madh i reformës së drejtësisë, dhe doli në të vërtetë ajo çka ai është në realitet, kundërshtari më i madh i reformës së drejtësisë. Sot Edi Rama nuk mund fshihet mbas Niko Peleshit, se Niko dhe është i vogël, nuk e fshet dot, po do e ka pamundur. Niko Peleshi po kryen vepër penale çdo ditë që nuk zbaton rregulloren e parlamentit. Ai është i detyruar të bëj procedurën, pastaj ta kalojnë seancë plenare, le ta votojë Edi Rama kundra, votat i ka, le ta votojë kundra dhënien e autorizimit për heqjen e imunitetit. Le ta votojë në parlament, po jo të fshihet mbas procedurës Niko Peleshit, i cili nuk mbledh Këshillin e Rregullores të Mandateve. Duhet ta mbledhi, të bëj raportin dhe ta çojë në seancë plenare, le të votojë seanca kundra, se ajo është vendimarrje politike pastaj. Edhe del për zot kryeministri. Në rast se nuk mblidhet Këshilli i Mandateve dhe ka një afat apo jo? Po, 3 muaj. Po, si shkohet pastaj? Automatikisht kërkesa quhet e rënë, e rrëzuar. Dhe spaku nuk ndikon te hetimet, vazhdon ndikimet. Vazhdon hetimet. Mbledh prova, merr dëshmitë e dëshmitarëve të ndryshëm, siç ka vazhduar gjatë kësaj periudhe, se ju e dini që ka vazhduar gjatë kësaj periudhe. Por tregon që nuk do jetë jetuar në mas sigurimi arrest me burg ose në arrest shtëpie, siç mund ta kërkonte spaku dhe duhet ta vlerësonte gjykata. Por kemi vetëm një zëvendës kryeministrit pezulluar. Pezulluar dhe që nuk del dot në Shqipëri. Me bllokim pasaporte. Që nuk del dot në Shqipëri. Dhe në këtë moment spaku do vazhdojë hetimet me ato kushte që është, s'ka ç'të bëj pastaj, sepse nuk mundet, ligji e pengon që të vazhdojë. Por se do të thënë dhe kjo, spaku bën kërkesë në gjykatë, është gjykata që vendos pastaj. Se spaku ka kërkuar që masën e sigurimit, ndalimi për dalë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, ta zëvendësoj me një masë tjetër. Indri, dua të pyes, me këto lëvizje që po bën Rama, apo me këto kundërpërgjigje, në atë kohë që i ka mbetur spakut për të punuar, sa dhe si mund të guxojë, sepse për të shkuar deri tek zëvendës kryeministri, ai ishte një guxim nga ana e drejtësisë, nga ana e spakut. Kam thënë gjithmonë dhe nuk lodhem se përsëritur. Mbani mend 2016-ën ambasadorin Donald Lu që thoshte që reforma drejtësi do kapi peshkun e madh. Te ky liçeni jon këtu nuk ka më peshk të mëdhenj, ka kapur të gjithë, më të mëdhenj çka kanë qenë. Tani ka ngel vetëm peshkaqeni, edhe ai e ka. Pra nëse më përpara thuaj që nuk po shkohet tek peshqit e mëdhenj, tashmë situata ka ndryshuar. Peshkaqeni, vetëm ai është në këtë liçenin ton të vogël. Ja ku e ke. Dhe vetëm ky ka ngel. Dhe ky, normalisht, në funksion kryeministrit nuk mundet të themi shqiptarëve, siç është e vërteta. Nuk mundet që një organ drejtësie të marri dhe të procedojë penalisht kryeministrin e një vendi, duke qenë sidomos në këtë rajonin tonë, se ne nuk jemi as Danimarka, nuk jemi as atje, nuk rri kryeministri ikën një orë më parë, po këtu ne është pak më ndryshe. Po nuk mundet të arrestoj spaku kryeministrin në detyrë, kjo nuk ndodh. Kemi rastin e Kroacisë që Ivo Sanaderu arrestua mbasi doli nga kryeministria. Kemi rastin e Maqedonisë Veriut, Gruevski dhe gjitha merat, Malizi e gjitha merat, që të gjithë funksionarët dhe drejtues të lartë janë proceduar penalisht në momentin që kanë dalë nga detyra. Tani, si opozitar, të gjithë këtë situatë, opozita si e ka shfrytzuar në hapat e saj. Kujtojmë që ka një protest pas pak orësh që mbahet në bulevardin Dëshmorët e Kombit, një tjetër protest kombëtare. Do me thënë unë, se e thash dhe pak më parë,
në momentin që këta sulmonin gjykatën kushtetuese, e cila ori një vendimarrje historike, të paktën për ne që merremi me këtë fushë historike, dhe sulmohej në mënyrën më absurde nga opozita, që do të ishte krenare për punën që ka bërë, se funditës është dhe kontributi saj në këtë situatë, në të krizë, realisht krizë shumë të rëndë qeverisë të kryeministit Rama, edhe e sulmonin në mënyrë të pashpjegueshme. Edhe nuk e di pse, akoma nuk e kam kuptuar pse e kanë sulmuar, e kupton? Është enigmë për mua. Unë e kuptoj që jo gjithë opozita, por një pjesë e drejtuesve ka një kompleks për të shprehur në favor të organeve të reja të drejtësisë, për të mbështetur ato në punën e tyre, dhe fakti është që kjo pjesë shumë e vogël e opozitës është pjesa drejtuese e saj. Kjo është më e dhimbshme dhe kjo tërheq zvarr të gjithë retorikën politike që ka opozita sot. Do ishte shumë herë më ndryshe opozita në rast se nuk do kishim këtë pengesë. Kjo është pengesë e jashtëzakonshme. Qytetarët shqiptar kanë mbështetje maksimale për organet e reja të drejtësisë. Dhe opozita duhet të ishte në këtë valë. Nuk mund të jetë opozita kundër kësaj vale. Kjo është e pashpjegueshme politikisht në shkencat sociale, në shkencat psikologjike, nuk arrin dot të shpjegohet. Për sa i përket protestës, patjetër që çdo protestë është shumë e mirë. Patjetër që i shërben demokracisë. Unë personalisht Sa ka shërbyer deri tani protesta? Unë personalisht jam në një qasje tjetër. Në një vend që protestat i organizon opozita, nuk ka ndryshim. Dhe kjo është më e dhimbshme, sepse opozita sado që të bëj, sado që të kërkoj ndryshimin e sistemit ose ndryshimin e qeverisjes, nuk është ajo që ka legitimitetin popullor për ta kërkuar, sepse funditës është një oponent politik. Kur ka protesta qytetare, të cilat nisin në funksion të urrëties së qytetarëve ose të mërzitjes së tyre ndaj klasës politike, atëherë ato janë gjithmonë shumë të suksesshme dhe ato sjellin realisht ndryshime. Dhe ne në Shqipëri kemi pas protesta të tilla. Pas protestën e studentëve, protestën e armëve kimike, protestën e rasteve të keq një oficer policie vrau shtetasin Klodia Rasha, një të ri. Të gjitha këto protesta kanë rezultuar shumë suksesshme. Siç rezultoi ajo protestë aq modeste në Vlorë, tronditi themelet e qeverisjes për aq pak sa zgjat, sepse ato janë realisht protesta që lindin nga qytetarët, nga nevoja e qytetarëve për protestuar. Opozita është për dhënë alternativë. Patjetër. Opozita është në një qasje tjetër, ka një detyrë dhe një rol kushtetues tjetër, të cilët ja kanë dhënë qytetarët shqiptar. Qartë. Indri, dua të diskutojmë një situatë paralele, duke